A është gati Trump që të prek butonin për të përfshirë në luftë, apo bëhet gati Turqia që tjetë natyrisht protagoniste në këtë betejë kaq të madhe për faktin se tashmë ka bllokuar hapësirën ajrore të saj. Të gjitha këto bashkë i diskutojmë në këtë blok të parë me një panel ftuarish. Në studio kemi të ftuar Alentina Vdylin Ari nga Radikulan Kosova FM. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Faleminderit. Faleminderit. Nga Stambolli Sokol Brahe, kënaqësi të kemi këtu. Përshëndetje, është kënaqësi. Dhe Ita Gani nga Jeruzalemi, besoj. Përshëndetje Ita. Nuk e di saktësisht ku jemi në lokacion tani. Faleminderit. Kënaqësi dhe për mua si gjithmonë. Faleminderit shumë. Unë do doja tani sjakroni me Sokolin për të marrë informacionin mbi këtë lajm që ka dalë që tashmë Turqia ka bllokuar hapësirën e saj ajrore. Po, Jehona, Turqia ka bllokuar, domethënë Turqia ka pas të bllokuar hapësirën e saj ajrore, por duhet llogaritur edhe kjo që Turqia është anëtare e NATO dhe automatikisht edhe hapësira e saj ajrore është pjesë e NATO-s, ku të gjitha informacionet e hapësirës ajrore normalisht i shkojnë edhe Izraelit, por kuptimi i saj që ka mbyllur hapësirën ajrore është se para mbrëmjet disa drona iranian që po shkoshin nga Irani mbi tokën e Turqisë për të kaluar në Izrael, atje i ka eliminuar Turqia dhe automatikisht pas kësaj ngjarje edhe ministri i mbrojtjes ka folur për këtë temë. Gjithë kjo lajmi kështu është, por normalisht Turqia nuk përkrah, domethënë as Izraelin, edhe pse kundërsulmon domethënë për akte terroriste që po ka luftuar një shtet sovran, po ashtu edhe po bën gjenocid në Gaza. Kjo është anë tjetër, por në konfliktin aktual Turqia dhe Erdogani, po ashtu edhe Hakan Fidani po bëjnë rolin e diplomatit ku kanë dëshira e tyre është që të jetë tavolina e diplomacisë të jetë në Turqi si ishte për Rusi-Ukrainën, dhe të shohim në ditët në vijim se çfarë do të ndërmarrë Turqia me këtë nëse Amerika do të ndërhyjë ushtarakisht në Iran. Pra, Sokol, në këto momente, Turqia tenton që të marrë një rol të ndërmjetësuesit, me sa ju kuptoj. Po patjetër, këtë rol domethënë ka marrë Turqia edhe në luftën Ukrainë, Rusi-Ukrainë, po ashtu edhe në Iran, Izrael-Iran. Vetëm një rol që mund ta marrë Turqia në rajon është kjo, sepse siç dihet qoftë nga ana e Rusisë, po qoftë nga ana e Izraelit, Turqia është e pamundur të jetë veten ndërlikuara direkte në luftra të tilla apo në konflikte të tilla, sepse është anëtare e NATO-s dhe siç dihet, domethënë anëtarësimi në NATO nuk të le me levrit aq lehti si të duash ti në rajon, kurse kur bëhet fjalë për territorin e Turqisë, normalisht Turqia pastaj është sovrane dhe mund të bëjë gjëra që ndoshta nuk i paramendojmë që sot, por nëse territori i Turqisë nuk preket, atëherë normalisht Turqia rolin e diplomacisë dëlozi dhe automatikisht kërkon që gjithë tavolinat e diplomacisë, tavolinat e rrumbullakta, dëshiron të jenë në Turqi, në Ankara, në Stamboll apo E qartë, por këto ishin sa i përket zhvillimeve diplomatike të cilat i synon Turqia, mirë, po ne kishim zhvillime edhe në teren, për to më shumë na flet Ita. Ita, të lutem, na trego se si ishte nota e djeshme në Izrael në përgjithësi e gjithashtu në veçanti aty ku jeton ju. Po, nata e djeshme ka qenë pak më e lehtë, mund të them, se kemi pasur vetëm një herë sulme nga Irani dhe nuk ishin shumë raketa, por sot në mëngjes ka qenë një sulm më i madh nga 28 raketa, të cilat 7 kanë rënë në një spital, kanë rënë në një pallat, kanë shkatruar një kopës kalamajt, kanë shkatruar shumë gjëra të tjera. Duhet të them që janë sulme të cilat bëhen në popull, janë sulme të cilat kanë një qëllim të caktuar të shkatrohet ekzistenca e një shteti. Dhe, zonja Ita, kishim një paralajmërim nga një prej generalve më të rëndësishëm iranian, i cili tha se duhet të largohen nga Haifa dhe Tel Avivi popullsia. Është ndërmarrë ndonjë hap i tillë, ka ndonjë largim? Këto kërcënime ne nuk i kemi sot nga Irani. Ne kemi vite që i kemi këto kërcënime, që gjithmonë na kërcënon të largohen, të bëhen çfarë është e mundur
ta lën këtë tokë, ta lën Izraelin, por fakti është, ashtu si që po shikohet, kush po e lë shtetin, është populli Irani. Por keni marrë rekomandime që ta lëshoni shtetin? Jo, absolutisht ne përkundra. Të gjithë izraelitët të cilët kanë ngelur jashtë shtetit, Izraeli po i kthen, të gjithë duan të kthehen. Izraeli është i siguruar. Ai një gjë nuk po kupton. Irani o generali o Aminaje si e quajnë, kryetarin. Lideri suprem. Ne nuk e lëm Izraelin sepse Izraeli na ka siguruar si popull në fillimisht, na ka siguruar jetën dhe pastaj filloi sulmet në Iran. Dërsa Irani kemi 20 vjet që na sulmon. Nuk është Hamasi dhe nuk është Hezbollahu dhe nuk është Siria. Është Irani. Por ai që paguan të çmim është populli. Atëre, ku është populli i Iranit, i cili ka një diktator të tillë, i cili... Ka kundërshtime ka kundërshtime, ka protesta dhe në botë duke u mbajtur nga iranianët të cilët e kundërshtojnë natyrisht udhëheqësinë aktuale. Atëre ne në Izrael e mbështesim qeverinë dhe sot më shumë se kur Izraeli dhe qeveria izraelite është bërë shumë më e fortë, sepse kjo luftë nuk ka filluar sot dhe të enjten, o në 7 tetor, e cila u quajt lufta e armëve të ftohta, sepse Irani organizoi vrasje vetëm me shpata, vetëm me fika dhe vetëm me djegje. E qartita, do të kthejmë të këty, natyrisht se do të zgjerojmë edhe panelin, edhe me të ftuar të tjerë që kanë një qëndrim ndryshe nga ti, dhe unë do të kthejmë të këty me njëherë pas pak, por duam të kalojmë tek Ari, sepse duam të prekim natyrisht lëvizjet politike. Kjo që ndodh normalisht me diktaturat e brendshme, me natyrisht ambicjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Izraelit për ta hequr qafe një sistem aktual politik, është çështje tjetër. Por ne kur jemi tek Amerika, ka qenë presidenti amerikan Donald Trump e pa sigurisht intervistën që u bë kështu kalimti nga një gazetar teksa e pyet se nëse do e marrni vendim dhe me ironi siç dhe ai ta bëj, madje me arrogancë, jo dhe ironia jo. Pra tashmë ka miratuar planet për sulmuar Iranin, por koha data nuk di. Tashmë kjo është e konfirmuar që planet janë miratu, edhe ky është on hold, domethënë ka bën pauzë. Raportimi i fundit që Al Jazeera thotë që nga Katari, baza amerikane në Katar janë shpërndarë aeroplanat, po ashtu edhe flota e 5 nga Bahreini është larguar, që janë masa, pra gjithë sipas ekspertëve, janë masa strategjike që ndërmirën për të evituar sulmet. Kështu që tash Trumpi është në një pozitë kur ai po dëshiron domethënë me arrit, nuk tha për anëpushim, po do me përfundu lojën. Pra, me fjalë tjera, Irani, nëse do me shpëtu pa bombardimet, duhet në mënyrë qartë edhe konkrete, duke i lejuar, duke i hapur të gjitha ato termocentralet që të bindë Amerikën dhe botën se nuk do të krijon armë nukleare, apo ta ndërprind totalisht programin nuklear. Sepse është i farë ironie, tash sa është afër me të vërtet tash, ne nga ky komoditeti joni i Prishtinës, i Kosovës, unë me folë gjithçka, po veç hipotetikisht ne e dim që Serbia ne nuk na nje, Irani nuk e nje Izraelin. Tash, a do të kishte për ne shumë rëndësi, a është Serbia afër 1 vjet apo 1 muaj para armës nukleare që me arritjen e saj. Kjo është frika e Izraelit apo kjo është argumenti Netanyahu për sulmin që ka ndodhur. Unë po besoj që këtu Trumpi e ka ndorë, por Trumpi e ka edhe një gjë. Trumpi e ka pas America First. Dhe është deri tash gjithmonë ka treguar veten si paçëruajtës. Por Trumpi është gjithashtu njeriu i cili ta themi kështu e ka lënë lumin e Rubikonit kur e vra me raketa këtë komandantin e Gardës Revolucionare Sulejman, aty filloi e gjitha. Kështu që ajo ka ndodhur në mandaturën e parë të Trumpit, goditja me dronë. Okej, që t'jemi saktë. Ka ndodhur në Iran, generali... Nga atëherë fillua pastaj edhe
atentate tjera të cilat po vazhdojnë edhe tash, por shihet që Por Ari, cili ka qenë impakti në Pacifik, duke marrë parasysh se thuhet se anijet luftarake amerikane tashmë janë dislokuar, janë vendosur në një pjesë ku mund ta mbrojnë hapësirën ajrore të Iranit. Dhe realisht, a do thotë kjo se kupola e hekur të Izraelit nuk është siç është proklamuar paraprakisht dhe i duhet patjetër një ndihmë amerikane për t'i ndalur? Izraeli kur nuk ka pretenduar që mundet me ndalu të gjitha raketa. Do me thonë, para se të fillon sulmi, para 7 ditë, sot do dita 7, Netanyahu dhe kabineti i luftës kanë parashikuar që 800 deri në 5.000 viktima izraelite qytetar mund të ndodhin. Do me thonë, në versionin ta themi skenarin më të keq. Ne kemi pas sot është goditur një spital, nuk po raportohet për të vdekur, për fat mirë, por civil. Por unë mendoj që çështja kryesore është një bombë të cilën e ka Amerika, Izraeli nuk e ka. Këtë botë e din, është vetmi vend të cilën Izraeli nuk e ka bombarduar atë shumë, është që ajo fabrika që është në Malta 10 metra, kilometra, e cilën mund të shkatron vetëm Amerika, dhe to thuhet me 2-3 goditje të një pas njëshme. Dhe një prej pretendimeve të palës turke, ishte një prej deklarime në fakt, zotri Braj, ishte se rendin pas Iranit e kemi ne. Mendon se ekziston realisht një opinion i tillë atje, apo si sillen, sepse duam të dim sa dallojnë informata që i merrni ju që gjenden në Turqi nga ato që i kemi ne këtu në Kosovë. Po, Kron, këto janë informata për konsum të mrenshëm. Në radhë të parë, Turqia është antare e NATO, Turqia është alati kryesor i Izraelit, këtë duhet thënë në radhë të parë, dhe biznesi mes Izraelit dhe Turqisë ende vazhdon miliarda euro, të gjithë hekurën e merren nga Turqia edhe ditën e sotme, edhe pse Izraeli dhe qeveria Netanyahu bën gjenocidin më makabër gjatë gjithë historisë së botës. Gjithsesi marrëdhëniet janë ashtu, politika është për të folë, diplomacia është për të folë, por jo, një gjë e tillë nuk që nuk pritet, por këtë të stimulojë edhe politikën e mrenshme Erdogan, edhe miliarda euro harxime që Turqia realisht, sidomos këtë dekadën e fundit, po bën investimin e mbrojtjes. Për të arsye është për të mbajtur të karikuar ndoshta edhe popullin që ja, tashmë pas asaj e kemi radhën ne, por unë nuk e shoh një gjë të tillë, sepse vetë rajoni, domethënë se vetë historia e këtyre dekadave të fundit nuk tregon, domethënë nuk ka gjasa për një gjë të tillë, edhe pse Izraeli e kuptoj. Do që të hapet. E kuptoj, Sokol. Dua të dalë në një çështje më konkrete. Natyrisht ka një emër i cili lakohet gjithandej ballinave të medjave dhe natyrisht ajo është mali Fordo që fsheh bazën bërthamore të pathyeshme. Shumë kush e ka parashikuar se nëse Amerika sulmon, pra këtë bazë mund të ndodhë një Çernobil i dytë. Çka thuhet nga ekspertët të zëm, sidomos në botën ku jeton në Turqi saktësisht? Po, në fakt, Turqia nuk ka eksperte nuklearizmit, sepse nuk e ka një armë të tillë, eksperte të nuklearizmit të reaksioneve që mund të bëhen, domethënë do të ndodhë një gjë, do të fshijë krejt rajonin ndoshta edhe Europën, e një e tillë është, por ajo që duhet thënë, domethënë, duhet parë kjo që kjo nuk është thjesht vetëm Fordovi i Iranit, por edhe kjo është një forcë e të mëdhenjve në botë, që nëse faktin sa thojnë ekspertët se ende nuk është provuar që të dihet me të vërtetë se avionat amerikan kanë bombën 13 tonshë për ta eliminuar atë vend, domethënë Fordovin, kjo nuk dihet sepse nuk është praktikuar dhe gjërat pa u praktikuar në ushtri nuk janë reale, është të paramenduara jo të realizuara. Për këtë arsye, po nëse ndodh një gjë e tillë ndodh, por do të themi edhe një gjë tjetër me sapo duket në rajon, sidomos nga rajoni i Turqisë apo edhe i Rusisë, është kjo që Amerika në fakt edhe mund ta sulmojë në Fordovin për të treguar edhe do ta sulmoj apo nuk do ta sulmoj nuklear. Do ta sulmoj atë për të treguar edhe Rusisë, por edhe Kinës, por edhe Pakistan dhe vendet tjera që kanë bomba nukleare, që unë edhe vendet tuaja dhe nuklearizmin tuaj ja u eliminoj. Kjo është ajo tregimi i forcës së saj, por realisht edhe pse zyrtarisht ende Amerika nuk ka hyrë në luftë, e gjithë kjo që po ndodh mes Izraelit dhe Iranit është totalisht në koordinimin e mirë të Rusisë, sepse
e di shumë mirë që Irani nuk e ka, Izraeli nuk e ka një forcë. Izraeli e ka luftuar me forca guerrilse, por jo se ka Izraeli të luftojë me një shtet të madh, por me sa duket nga inteligjenca perfekte e Mossadit, e cila së ato që kanë ndihmuar Izraelit, kanë arritur që të neutralizojnë që në minutat e para Iranin dhe kjo do të na tregojnë E kuptoj saktësisht Sokol, po. E kuptoj saktësisht. Në fakt, ne do ardhëm e flasin naturisht për Fordo, Sokol Braj, faleminderit shumë që ishe këtu në program sot, gjithmonë kënaqësi të kemi në bashkëpunim me SIPër. Do t'jemi bashkë, kemi pundive në vazhdim. Dashto, po patjetër ju përshëndes të gjithë të ftuarit në studio dhe në Skype si puna ime. Faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Braj. Do ta kemi edhe një lidhje direkte, do të na lidhet edhe Ermal Bega, por fillimisht do të ndalim pak tek zotri Avdyli dhe të diskutojmë për mundësinë e një Chernobyl 2. Realisht, reaktorët nuklear gjindën nën tokën e Sirisë, pra e Iranit në fakt. A do të kishte edhe shkatrim të Izraelit? Kjo është pyetja themelore, nëse do të ishte shpërthimi aq i madh. Vetë Izraeli është shumë sensitiv mbi këtë çështje. Unë para 2 ditë përmenda rastin e termonuklearës në Siri, e cila u zbulu aksidentalisht vitin 2007. Izraeli para se me bombardu ka dërguar forca speciale aty për të kontrolluar teritorin se a ka aty material radioaktiv dhe mund të ketë kontaminim. Kur janë vërtetuar që për fat të mirë ende nuk ka material radioaktiv, atëherë është bombarduar. Edhe, do me thonë, deri në vitin 2011, edhe Siria, do me thonë, e ka pranuar. A ka mundësi që edhe Siria të i ka friksuar, apo i ka bindur Izraelin që, për shembull, duhet të jetë aktiv kundër këtyre shteteve të cilët në mënyrë të hapur tentojnë ta krijojnë bombën nukleare. Zotri Braj nxjerrën një paralele jashtëzakonisht mirë. Tha, do ta sulmoj Iranin Amerika dhe nga ky do të marrin shembull pjesë tjera të cilat kanë koka bërthamore. Pastaj pyetja shumë e vendit ishte këtu në studio nga Johona, do të përfshihej nga eksplodimi i bombave në Iran edhe vetë Siria? Aty është, do me thonë, këta ekspertët e din ato. Unë po besoj që Trumpi do të mundohet gjithsesi me këtë kërcënim të arrijë një marrëveshje, por po e shohim që dhe këta regjimi i mullave dhe Republika Islamike e Iranit kanë edhe atë krenarinë e vetë. Duhet thënë që natyrisht ka rezistencë dhe regjimi i mullave islamist ishte në nivelin më të ullt të popularitetit të populli. Por ne e dimë edhe për raste këtu në Ballkan edhe në vende tjera që në momentin kur të sulmohet shteti, populli mobilizohet. Edhe do të jetë vështirë të arrihet ajo që tashmë Izraeli ka thënë hap tazi një regjim change apo një zëvendësim të regjimit, por shpresoj që brenda aty Republikës Islamike të Iranit të ketë dikush që ka një kokë të qetë edhe të ftoftë edhe të arrijë një marrëveshje paçore që mos ketë nevojë fare për bombardim, sepse pasojat janë të paparashikueshme. Ty përkujtojmë që Irani pastaj ka kërcënuar se do të shfrytëzon të gjitha metodat të ashtu quajturat axis of resistance, Hezbollah, Hamasin, nëse veç ekzistojnë, edhe do me thonë do të del një luftë që i kalon këto luftat konvencionale. Me fjalë tjera do të fillon me terrorizëm. Diçka që unë po besoj nuk e don kërkush, edhe më së pake dojnë Amerika dhe Izraeli. Por nëse ata nuk dëshirojnë të dorëzohen, atëherë janë edhe bombardimi, pse jo? Për krejt kuriozitetin e të gjithë personave që po na këshyrin, bombat të cilat i posedon Irani, që janë bomba car, prodhim rus, ka një diametër shpërthimi dhe rrezatimi vdekjeprorës prej 50 deri 100 km, pra një bombë. Nëse futemi në një luftë të tillë, Ari, sa ditë do të mbeteshin deri në shkatërimin total të njërin prej vendeve? Do ishim me këshyr filma, ajo është një skenar që nuk të vjen as me mendu. Ne dim 85-ën kur një reaktor u djeg në Chernobyl, edhe këshyrën kontrollohen përqindjet e njerëzve që kanë dekë për kancerit para së ngjarje dhe pas së ngjarje. E shohim që kush nga pak, do me thonë, lemo kjo farë, pasojat janë katastrofale, as nuk bën me mendu andej. Une po besoj edhe po shpresoj se nuk do të vjen deri aty, se edhe Amerika, edhe Britania e Madhe për shembull, por edhe Irani vetë do të kanë marrë mësim nga viti 2003,
kur u tha se Iraku e ka armë nukleare edhe henën edhe pastaj ndodhi çka ndodhi. Por definitivisht unë besoj që kjo është një moment nga tash e tutje bota do të jetë ndryshe. Republika Islamike e Iranit duhet të kthehet të bëhet shtet demokratik, ligjor, me respektu drejtën ndërkombëtare, edhe me denoncu ta Por ne kemi parë shumë vendet e lindjes, Ari, ne kemi parë vendet e lindjes që nuk mund të funksionojnë. 4 milion njerëz dashtëm që nga viti 48. E kuptoj, por kemi parë shumë vendet e lindjes të cilat kanë rënë sisteme diktatoriale dhe thjesht vende nuk arrin të adaptohet në sisteme të reja demokratike. Ermal Begu është bashkangjitur në program, përshëndetje dhe mirë se vjen. Nuk po e dëgjojmë Ermalin, uroj ta sistemojmë zërin. Ermal, përshëndetje? Unë ju dëgjoj. E mirë, jemi mirë me zërin. Atëherë më thuaj, një republik demokratike e Iranit, do të funksionante? Jam me një intervistë, më falë. Po, më falë se jam me një program tjetër edhe ngarkuar pak. Demokracia varet si e kuptojnë studiuesit ose njerëzit, por patjetër që duhet të ishe dobishme, megjithatë mendimi im është a bëhet me dhunë apo bëhet me dëshirën e popullit vet. Nuk mund të flasim për një demokraci nëse ka një diktaturë nga një vend i huaj që ndikojë tek populli ose tek qeveria e një populli tjetër, i cili me të drejtë e ka zgjedhur qeverinë edhe qoftë edhe në Shqipërinë tonë, ku kemi pas diktaturë, qoftë edhe në Korenë e Veriut do thoja. Do thotë përderisa një popull është një kryetar ose një udhëheqëse, qoftë diktatura zgjedhur nga populli, nuk do të thoya se do të ishte demokraci në kuptimin modern të fjalës. Por problemi është që me këto vende ato zgjidhen nga vota e popullit, por më pas mënyra për të hequr është tehet e vështirë dhe pamundër pothuajse. Lista e kandidatëve vendoset nga lideri suprem. Ky më pëlqen, ky s'pëlqen, ky bën, ky s'bën. Ajo nuk është demokraci. Begu? Irani njihet si republik, nuk është as shtet islam, as qeveri islame, bazohet në islam. Ama e ka brenda demokracisë, nëse lexoni Kushtetutën e Iranit në gjuhën shqipe e keni në internet, do ta shikoni që Irani i ka parti politike, por vendimin kryesor e ka lideri shpirtëror. Tani, nëse kjo nuk është demokraci për dikë, mendimi është ndryshëm, më shiliet mendoj. Ama, varet me çfarë demokracie e kisha fjalën, duhet ta ndryshojmë qeverinë qoftë në Iran. Edhe pse duhet kalojnë shumë perioda për të kaluar një sistem qoftë teokratik që është në Iran, për ta shndruar në atë demokracinë perëndimore, po quajnë. Por, zotri Bega, ju e njeni kulturën iraniane, ju e njeni popullin iranian, dhe në këtë moment na intereson të dim se si shikoni popullin iranian. Është një viktim populli iranian apo ai izraelit? Kron, unë do të thoya se kush është fajtor në këtë aspekt, por problemi është këtu, nëse dikush më hyn në shtëpinë time me detyrim dhe me forcë me dhunë, unë patjetër duhet mbrohem. Pra, Izraeli i ka hyrë me dhunë? Unë këtë mendoj. Izraelit janë futur me Këtë dhunë. mendoj. Derisa i ka hyrë me dhunë një shtete të huaj, ta mbaroj pak zonjë se ke fol gjithkohon, të lutem. Lufta ka filluar në 7 tetor. Kam një aktivitet shumë të rëndësishme, të lutem më le ta mbaroj. Edhe unë kam një aktivitet shumë të rëndësishëm. Mos frym aktivitetin e çifutëve izraelit, të lutem, sepse e ke shitur veten tek vetja te Izraeli është problem tjetër. Të lutem ta mbaroj. Atë çfarë kam bërë unë juve nuk më njihni dhe nuk keni të drejtë të jepni aktivitet në televizor. Kam njohur nga televizioni, prandaj më mjafton të jap mendimin tim. Edhe unë ju njoh nga televizioni shumë mirë. Nëse dikush më hyn në shtëpinë time në Shqipëri, unë kam për detyrë të mbroj vendin tim. Në 7 tetor edhe të jenë civil, edhe të mbroj vendin tim. Në 7 tetor keni ardhur në shtëpinë, të hapësh luftra nga populli dhe të shkatrosh civil. 20 vjeç. Dgjoj, unë nuk jam përfaqësues si Irani, por jam në kulturës, të lutem. Nuk më intereson sepse është një shtet fallë. Dosta mund të jeni ndonjëri tillë. Nuk e di, nuk e njoh. Unë jam i kulturës. Zonja Ita, të lutem, e bëjmë në formë të bashkë bisedimit, por vetëm kur po flasim të gjithë mbase nuk mund të kuptojmë. E lëm zotri Begën dhe pastaj mund t'i replikoni. Në rregull? Më mjafto, ka një kulturë bisede të paktën.
Atëherë, mendimi është, mund ta shkatroni, nuk ka problem, edhe Izraeli mund ta shkatroni, është e drejta tyre, përderisa e ka parimet e vet për të shkatruar popull. Edhe nëse do të bëjmë një analizë të thjeshtë, ju si gazetar, kroni e ju të nderuar, nëse do të bëjmë një analizë në internet, kush është qeveria më e poshtër në botë në kohët tona? Unë nuk po jap emra, as Irani, as Izraeli, as Amerika, por as Shqipëria. aludoni në Izraelin? Jo, thjesht po përgatis në aspektin mediatik. Është e drejta juaj ta bëni këtë. Nuk flas popull, unë bazojnë në thënien e ish presidentit të Bosnjës, Alija Izetbegović. Por nëse e bëjmë si sondazh, cilat shtete do t'i radhësë Ermal? Por ka popull të sunduar nga njerëz të këqij. Nuk ka popull të keq, as hebrejt, as shqiptarët. Dhe lideri suprem i Iranit është njeri i mirë? Parimi ishte, thash, Alija Izetbegović ka thënë nuk ka popull të keq, po ka popull të udhëhequr nga njerëz të keq. Dhe pyetja konkrete ishte kjo, lideri suprem i Iranit është njeri i mirë? Nuk është i mirë për mua. Po Netanyahu është i mirë për ju? Jo. Ita, Shikoni analizat se më duhet një këndvështrim tjetër, Ermal, të ka dëgjuar Ita. Ignorantin më të madh kohë sotme. Oke, ta dëgjojmë Itën? Kur flitet për liderin dhe ai shoku para folës, patjetër që do jetë një historian më i madh se mua, por kur jeton realitetin dhe kur shikon realitetin, është diçka ndryshe nga ajo çfarë lexohet. Unë jam rritur në Shqipëri, në një shtet me diktaturë shumë të fortë, ndoshta ai shoku që foli nuk e ka jetuar atë diktaturë që kam kaluar unë personalisht. Dhe kam ardhur në një shtet, je më i ri se mua më duket. Sakt, po prindet e muja kam vuajtur nga diktatura. Kam ardhur, unë kam vuajtur, jo prindët e mi, unë kam vuajtur një vajzë sportiste që zhvishesha lakuriq para se të dilja për jashtë, një poshtërsi e madhe e diktaturës. Nëse jetë si fute e Shqipërisë nuk e vuajtur zonjë. Edhe në Iran, kultura e bisedës të lutem. Edhe në Iran sot, ajo po ndodhe me gratë. Dhe sot, kur flitet për një lider iranian, i cili flet për zhdukjen e ekzistencës së një shtetit, mbasi shtetit është një popull. Ita, Ermali ju drejtua decisivisht Netanyahu, duke aluduar se qeveria është e keqe, është natyrisht në krye me Netanyahu. Do arri në atë pikë. Po sipas jush, është i keq Netanyahu apo pozitiv për botën? Sepse është kritikuar edhe nga Evropa, nga botat demokratike. Unë për njerëzit, kur përdorni fjalën e keqe, për mua është niveli më i ullët që mund të vi në televizor. Zonja, tash zonja Ita të replikoj unë. Ne themi në kuadër të aktivitetit tëre dhe për ta thjeshtësuar për publikun, sepse nuk janë të gjithë PhD dhe doktor shkencës që na ndjekin, na intereson ta flasim gjuhën e popullit dhe ta dim nga ju sikur shqiptari që flet shkurt dhe shqip. Sipas jush, zotri Netanyahu ka impakt pozitiv në botë apo negativ? Do të dal atje, po ju nuk po më lini në kulturën e madhe që keni. Po, jo zonë, ne kemi edhe kohën televizive e cila dalën nga ajo në ndonjë darkë, të cilën do ta kishim mundësi t'ju dëgjoni për orë të tëra. Por çështja jonë është shumë e thjeshtë. Në qoftë se Netanyahu ka impakt pozitiv apo negativ në botë. Këtë dua, nuk dua ludim tjetër. Netanyahu sot, statistikat e Netanyahut janë ngritur dhe më shumë dhe ka një mbështetje dhe në botë dhe nga populli, sepse Netanyahu... Po ne shohim shumë shtete që reagojnë në botë. Sot, në këtë moment, nuk ka asë një shtet që reagon në këtë luftë të re, çdo gjë është kthyer përmbys kundra Iranit, sepse po shikojnë me të vërtet kush është rreziku i lindjes së mesme, kush është rreziku i Izraelit. Për çfarë, në qoftë se ju keni parë Netanyahu të thotë që do të zhduki një shtet, asnjëherë, në qoftë se lideri i Iranit gjithmonë shpreh do të zhduki ekzistencën e një shtetit, atëre, për çfarë të keqi po flisni? Për çfarë të keqi po flisni? Irani ka 20 vjet një pyetje, nuk e di sa gjenden në Iran zonjë. A e dini sa çifutje ekzistojnë në Iran për kulturën tuaj?
Patjetër, unë jetoj me iranianë. Sinagoga në Teheran. Në vitet 78 tu ka qenë një emigracion iranianëve, dhe ne kemi mësuese, kemi një problem nuk kanë pasur hebrejt e Iranit. Kemi emigracion iranian si puna ime nga Shqipëria, ka dhe nga Irani, dhe janë njerëz të përsosur. Janë çifutët e Iranit e saktë. Populli është i përsosur, populli është shumë i mirë, por ai që drejton popullin, ai është problemi më i madh, i cili pikërisht atë që thash, njëta ditë për Izraelin, njëta për çdo vend. Jo, ndryshimi është sepse Izraeli, Netanyahu, mendon për popullin në fillim dhe pastaj për luftën. 50.000 civilat palestineze dhe 100.000 Siria në Liban, kush i ka vrarë ato civilat ja? Islam, ke pa ndonjë popull deri tani në këto luftra që janë bërë, që këto që kanë filluar luftën si Irani, kanë ku ta fusin popullin e tyre, mund ta mbrojnë popullin e tyre. Në Gaza, ai popull ka ku shembron, në Liban kishte ku shembronte, tashti në Iran ka ku shembron këtë popull, sepse ata kanë qëllim vetëm luftë, të shkatrojnë njerëzimin, ndërsa Izraeli ka qëllim lindja e mesme është baza e qytetërimit botror. Nuk mund të flasësh aq kollaj ti që lindja e mesme është sebepi për problemet botrore. Nga lindja e mesme kanë ardhur edhe nga Palestina, që s'ka ekzistuar Izraeli. Kanë ardhur gjithë qytetërimet botrore, nga Libani, nga Siria. Në qoftë se do flasim për historinë, më fto një emision, më fto një... Okej, zonja Ita, ishte duke folur për historinë deri tash ju personalisht. Megjithatë, kur e bëjmë debatin, e bëjmë të barazuar kështu, okay? Nëse ju merrni shembull të historisë, mund të marrë dhe zotri Bega, por si do që tjetë. Me që edhe jemi drejt fundit kroni, në fakt gjithë kjo unis Bega, gjithë debati sot, apo diskutimi sot këtu unis, për faktin se çka do bëj Trump, kjo na intereson, a do e prek butonin, kjo duhet është pyetje që natyrisht e ka vënë edhe shoqërinë anë mban botës në ankth. Bega, në sytë tu, çka ndodh? Çka bën Amerika brenda 24 orëve apo 48 orëve në vazhdim? Unë nuk mund të flas nderuar për çështjen e Amerikës nga ana politike, se nuk dua të shpreh për si politikan, se nuk kam njohuritë të duara. Zua marr pjesë të flas për diçka që nuk e di. Ama flas si studiues. Nuk mund të pritet diçka e mirë nëse problemet më mëdha të botës kanë nisur në linjën e mesme. Nëse një zgjidhje po mundohet vetëm të bëhet nëpërmjet luftrave dhe shpërthimeve dhe jo nëpërmjet paqes. Nëse kërkohet ndryshime sistemesh 50 vjeçare si janë në Iran, që nuk është e kollaj ta ndryshosh pas 50 vitesh, nuk mundet të pritet ta ndryshosh vetëm me dhunë. Të gjitha shtetet perëndimore, kryesisht ata evropiane, po mundohen të gjejnë arsye dhe zgjedhje të ndryshme paqësore në këtë zgjedhje, jo vetëm për Iranin, po për qetësinë e lijes mesme, e cila u shpik nga krimi i shtetit Izraelit me përkrajën e aleatëve perëndimor. Sepse që me kohën e krimit të shtetit Izraelit, aty filluan gjithë problemet e botës, jo vetëm të lijes mesme. Sepse deri në shtetin Osman, deri me marrëdhënien e Balfurit, e gjithë linja mesme ka qenë qetësi, Palestina ka qenë qetësi, çifuat për shtetet muslimanët, me besime ndryshme, me kultura ndryshme kanë qenë qetë. Po. Se gjithë shka duhet të krijohet me dhunë, kjo është problemi. E kuptoj. Do të bëhet. E kuptoj, Bega. Po çka duhet ta shtoj. Didi sa duhet ta shtoj, pa jo penguar. Po duhet me dhunë dhe sotri, sepse Egjipti nuk e ka njoftë Izraelin para se me hup luftën. Pas se hupi luftën, ne ka pranu. S'po duhet me bëllë. Me të drejtët Argentini. Izraeli çdo marrëveshje paqësore nga popujt arab e ka fituar me luftë fillimisht, me luftën 6 ditore, të cilat non-stop ka qenë sulmum. Edhe pastaj, pse Irani nuk mundet me hek dorë nga programi nuklear, kur e ka gjithat naftë, thuhet që Irani ka rezerva të pasbulura të naftës, domethënë nuk ka problem energjetik. Edhe me shty për ma vonë, sepse... Bombat atomike... Po ne nuk e dim nëse programi bërthamor deri në këto momente është bërë në kuadër të bombës, Argentin. Aty të një është shumë letë kalimi, ajo është, nëse më rinë deri të energjia, ajo të një pastaj është, qëre, deri me dumet qëshorë, Kombet e Bashkuara ka thonë Irani është duke bashkunuar. Nga dumet qëshori, Agjicioni Kombeve të Bashkuara për kontrolin atomik ka deklaruar, ne nuk i besojmë Iranit, është duke mshefur nga ne, nuk themi që e kanë armën, por, do me thonë, nuk janë transparent. Edhe ajo është, qëre, tash, Netanyahu, që nga viti 96 kërcënon, Irani është edhe 2 vite, edhe 5 vite, edhe 10 vite. Ajo është një pyetje $1 milion, por
Unë e besoj që... Kam dhe një shtes, lutem. Po, Beka. Përderisa Izraeli ishte i Zoti që të zhdukte intelektual dhe zyrtar të lartë të qeverisë iraniane, sa është një pyetje $100 miliard, sa të sigurt janë zyrtarët e tjetë botës për sigurim botërore? Jo, e kishte me Iranin e kishte, se ka me gjithë shkencëtarët e botës, se Izraeli ka prodhuar shumë shkencëtar për vete, kështu që se ka me shkencëtarë, se shkundër shkencës. Irani po vron gazetar, opozitar në për Londër, në për New York, po jo qëtë bomba, po angazhën bonda kriminale në Kanada, Hell Angels për mi vro disidentët ose opozitar. Ato nuk e kritikoni fare. Dhe qka quat kjo, Bega, qka quat? Lexoni pak, shikoni pak videon e ish mbretit të fundit Muhammad Reza Pahlavis, babait të këtij masoni që është tani, që duan ta vënë me zor. Lexojini deklaratën e tij çfarë ka thënë për çështën e hebrejve në botë. Aty do kuptoni çfarë ka qenë në të vërtetë ajo mbretëria para revolucionit të quajtur islamik. Sa për mua nuk është revolucioni islamik i Iranit. Ama para saj shikoni gjendjen çfarë ka folur mbreti i tij, shahu i Iranit. E do kuptoni gjendjen e sotme në botë. Dhe pikërisht në fakt, natyrisht, lëvizjet politike, gjitha këto janë të rëndësishme, lëvizjet e figurave politike në fund të fundit, Are, se po e shtrojmë të pyetje disa herë. Është kjo një luftë për ta shkatruar programin bërthamor, apo është në realitet për ta rrëzuar regjimin atje? Tashmë, disa ministrat izraelit e kanë deklaru që është ndryshimi e regjimit, por kjo nuk besoj që është qëllimi i presidentit Amerikan Donald Trump, edhe për këtë arsye unë po besoj që me gjithat ka me arrit një marrëveshje. Një delegacion iranian ka udhëtuar për në Londër, bu taku me Britanin, Francën edhe Gjermanin. E dim të gjithë që këto shtetet tjera pak kanë ndikim, por fakti se anijet, flusë anijet Amerikani janë larguar nga bazat në Doha, në Bahrein dhe janë shpërdar, lojnë me rreziku, apo është kjo edhe një kërcënim i fundit, do me thonë një para... Gjeneral Madjetër e Mualmen, 98-ën NATO ka qenë shumë afër për me bombardu Sërbin, por në momentin e fundit Slobaj pa të leju vëzhgust e dhe u shtyt pastaj në mars. Po shpresoj që kjo është një moment i tillë dhe me gjithat do të përfundon lufta, sepse lufta është e keqe si për qytetarët e Izraelit, si për qytetarët e Iranit. Por dua të ndalim edhe ta diskutoj edhe një çështje me ju, zotri Bekaj. Ka një link të cilin mund t'ua dërgoj personalisht dhe e shikoni, aktualisht nuk mund ta shfaqim. Është një link ku shihen shumë qytetar iranian duke protestuar së bashku me disa qytetar tjetër izraelit, të cilët qëndrojnë krejt bashk me njëri tjetrin dhe kërkojnë rrëzimin e pushtetit Homenej, i cili është në Iran. Si e komenton këtë video, ku shihen të dy palët e popullit, pra? E para, si gazetar duhet kuptoni pak vërtetësinë e lajmit. Po. E dyta, duhet folur realisht. Protestat iraniane ndaj qeverisë kanë vite që kanë ekzistuar. Gjatë kohës se unë kam qenë në Iran, që kam bërë studimet e mia kulturore atje, si orientalist që jam. Por Beka, dallimi këtu është që pse atëre pra qeveria apo kasta politike aktuale po i ndërshkon njerëzit me ndalim aksesi në internet për t'i cenzuruar, a i bie kështu? Sakt, se kam kontakte me mishe po më thënë, po nuk është kjo çështje. Pra mos e quani të pavërtet lajmin për protestat, se ka një protest, ka një revolt, se për ndryshe s'do kishin ndalur internetin. Por protestat për përmbysjen e qeverisë iraniane kanë filluar prej vitesh po seroj. Unë po i mbështet mendimin. Do thotë protestat kanë nisur edhe gjatë kohës që unë isha atje. Edhe është e drejta e popullit. Nëse nuk e do një qeveri... Si shka protesta edhe në Izrael për të qenë të sinqert, ka kundërshtime edhe atje. Dhe kjo është shenjë mirë, në realitet. Kjo është realitet, sepse populli nuk mund t'i bësh plajë trujt çdo kohë, gjithë kohën. Dhe palestinezët me izraelitë janë po bashkojnë bashkë kundër qeverisë. E kuptoj. Për paqe. Ama protestat në Iran, ta mbaroj këtë iden, janë ekzistente, janë ekzistuese dhe kanë dalë në protesta, po kanë dalë dhe më herë, nuk është hera e parë që dalin në Iran. Ama nuk mund të përfillet një numër i vogël i popullsisë mbi 85 milion që po den protesta për humbjen, për hedhjen e qeverisë, nuk mund të jetë e kollajshme. Mirë, Ita. Janë 85 milion banor. Se jemi fare në fund. Ita? Po, unë jam këtu. Në fakt,
Po, natyrisht, qoftë për kundërshtimet që mund të kenë njerëzit brenda Izraelit apo dhe Iranit dhe gjithasaj që të ndodhë në orët në vazhdim. Po. Desha të theksoja se Izraeli është një shtet demokratik dhe si Izraeli një shtet demokratik do dëshiroja që dhe populli i Iranit dhe në Gaza dhe në çdo vend tjetër të botës kur ekziston diktatura, kur ekziston mënyra për të zhdukur shtete dhe njerëz, do dëshiroja që kjo luftë të ndalonte, por demokratia e njeriut në Iran dhe në vende të tjera ku ka diktaturë nuk mund të realizohet. Sepse, siç e tha shoku përpara, në Shqipëri e kemi shembullin më të mirë nga të gjithë. Atë diktaturë 28 vjeçare që më kalova në Shqipëri dhe me jetën demokratike që mësova të jetoj dhe të ndryshoj në Izrael, do me thënë e pashtamën atë ndryshimin e vuajtjeve të njeriut. Dhe ne, unë kam kontakt edhe me shoqe iraniane të cilat janë mësuese në shkollë me mua. Natyrisht nuk kam qenë në Iran si pas shokut parafolës, dhe nuk kam lexuar ato historira që lexon ai, por ama kam një realitet. Ne kemi artista iranian, kemi letërsi të gjithë që janë shumë të përparuar. Po, zonja Ita, dhe më intereson sepse zonja Ita. Edhe të gjithë kultura e të folurit, të lutem. Dhe të gjithë flasin që në Iran gratë seren në për stadiume, gratë janë të poshtëruara. Një gjë... Më falë, zonja Ita, mirë, ju po e thani këtë, zotri Bega... Jo, se çështja është Ita. Ita, është Izraeli për ta edukuar Iranin apo për t'ia shkatruar programin bërthamor? Të s'po e kuptojmë, se një mentalitet atje se ndryshohet, se ndryshon dot. Izraeli ka një qëllim që të ruaj shtetin e tij nëpërmjet... Kjo është tjetër çështje, po. E qartë, për do doja, zonja Ita. Natyrisht në këtë luftë, populli iranian dhe lindja e mesme dhe gjithë bota, pa tjetër do përfitoj nga një luftë të cilën Izraeli po e kryen vetë. E qartë, zonja Ita, dhe më duhet të kaloj tek zotri Bega për fund. Zotri Bega, kjo do tjetë edhe pyetja ime e fundit në lidhje me këtë çështje. Thuhet se qëllimi është që të largot Khomeini nga do të thëtë si një figurë shtetërore kryesore, e ndërsa në vend të tij të vendoset një Hazar Yahudi me emrin Reza Pahlavi. Çfarë dini ju për këtë person dhe për vërtetësinë e këtij aludimi? Pastaj do të kthehemi te kjo ari, kërkojmë ndjes. Duhet të merrni shumë mirë parasysh rrëzimin e një qeverie. Duhet janë para përgatitje për qoftë nga populli, qoftë nga shtetet të ndryshme. Dhe e para nuk mund ta quaj demokraci Izraelin kur zotëria Netanyahu qëndron mbi 12 vjet në pushtet me dhunë për mua. E treta, kush është Reza Pahlavi? Është djali i Muhammad Rezai, shau të fundit të Iranit. Unë nuk di çfarë them për këtë zotëri që pse po e përkrajnë izraelitët dhe pse po e përkra Amerika për ndryshim sistemi. Por, përsëris, lexoni, dëgjoni në video e keni deklaratën e Muhammad Reza Pahlavis, babait të këtij zotërisë. Që çfarë ka thënë për situatën e cila po jeton sonte. Po. Dhe, nëse ky do të vendoset, pikërisht do të bëja atë parantezën që nëse prishet qeveria e Iranit, dhe do të prishet me dhunë, sepse nuk ka shans tjetër. Por nëse do të pritet, kush do të vendoset? Edhe kush e ka drejtën për të vendosur vetëm për të Do të flasim Bega sërish për çështje të tilla, natyrisht se janë zhvillime që duhet trajtuar në vazhdimsi, për faktin që kaq kishim kohë televizive, më lejoni të falenderoj shumë zoti Bega ju, Ita, Gani, kënaqësi të kishim programet dashur. Faleminderit që të dyve, natyrisht një mirënjohje të madhe për Tirana. Faleminderit, ju përshëndesim gjithashtu dhe u jemi mirënjohës për bashkëpunimin. Ari për këto emra që përmendën.
Kemi nevojnë për një koment. Po, që do me thonë për pos këtina djallit të mretit që në pak besoj që mundet me ardhë, është një organizatë shumë e fort kështu opozitare që në Mujahidin, People's Mujahidin Organization of Iran, të cilët janë të vendosur si refugjat pasi që Iraku ras, do me thonë lufta, janë të zhëndorë në kamës, do me thonë e dim, për këtë arsye Shqipëria është një prej aliatëve kryesor, do me thonë të Shtetet Bashkuarat Amerikës, edhe e dim edhe nga kalura, ka qenë edhe lajme që do me thonë kur ka seria e protestave që ndodhen para 4-5 viteve, po e di që Bajdeni për shumë dhe arriti një marrëveshje dhe u qëtësu pak situata. Jo, rasisht u sulmua nga hakerët iranianë Siria, Shqipëria në fakt. Po, edhe po, patë edhe Sulme kibernetike. U zvullu një gati terrorist ofër, po. Po thuaj se. Unë menoj që është këtu një çështje pak edhe më e madhe në lojë, për fat keq që viktimat janë qytetarë të Izraelit dhe të Iranit, mos të harrojmë që ndodhe në Gaza, ku edhe sot ka pas mbi 50 të vrarë. Këtu është një pyetje globale që a do ta humbë Rusia edhe një aleat të vetin, edhe Kina, e cila 10% naftës që e blen në botë e blen nga Irani. Dhe po ta reduktojmë në aspektin lokal, rrjedhimisht edhe Serbia. Faleminderit shumë Ari, kënaqësi të kishim këtu. Faleminderit për ftesën. Atëhermisht është koha që të ndahemi nga bloku i parë për ditën e sotme, e në vazhdim pas marketingu do të ndjekim një temë jashtëzakonisht interesante. Kosova do t'i ketë dronet e saj, por se si do duken ata, për çfarë do të përdoren dhe me kë do t'i prodhojë ata, e kuptoni pa